Spak gjatë ditës së dieshme, tha që ka prova të reja në fakt për Veliajn dhe seanca u shty për sot në orën 12:30, sepse dhe avokatët kanë kërkuar kohë. Do të bashkëbisedoj me Xhevaj Xhabinën, përshëndetje, mirë se erdhe Xhevaj. Faleminderit. Dhe avokatin Kujtim Cagrani. Përshëndetje avokat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, ju e prisni që çështja Veliaj do të shkonte me marrje kohe pas shërtimit seancës në apel dhe nga sa dim deri tani, a është në disfavor në kushte rënduese Erion Veliaj? Patjetër që është në kushte rënduese lodhët ka bërë investimet e tyre pasi është marrë masa në gjykatën e shkallës parë dhe si duket ta kanë vendosur për gjus apo edhe ndoshta edhe kamera filmimin në ambientet ku zoti Veliaj ka bërë kontrol me familjarët e tij. Natyrisht edhe këto janë të lishme, sepse nëse merren me një vendim gjykate, padyshim që ato janë të lishme. Dhe kështu që duke marrë parasysh të gjitha këto, por duke patur parasysh faktin që zoti Veliaj gjithë të periudhë ka intimiduar nga ambientet e paraburgimit, pra në dhomat e izolimit, edhe gjyqtarët, edhe gjyqtarin e shkallës parë, po edhe prokurorin Olsi Dado, të gjitha këto kanë bërë që ata ti ndërtojnë një fashikull tjetër, ku t'ia paraqesin gjykatës së apelit si prova të reja për të cilën ky për individ përbën rrezikshmëri të lartë për shoqërore, por dhe për hetimet, dhe kështu që ju nuk duhet të i kërkojnë gjykatës që nuk duhet të jepni një masë tjetër nga ajo e cila është caktuar nga gjykata e shkallës parë. Prandaj kjo është një rrethtan shumë rënduese dhe natyrisht që e bën akoma më të rëndë situatën e zotit Veliaj, për sa i përket një masë tjetër më të butë. Gjithsesi të shikojmë gjykatën, po unë nuk kam asnjë pritshmëri që mund të ketë një vendim ndryshe nga duke njohur edhe gjyqtarin, më saktë zotin Pullumbin, që është një gjyqtar rigoroz dhe padyshim që është një gjyqtar i cili nuk presionohet as nga politika dhe as nga presionet të ndryshme gazetareske e kështu me radhë. Prandaj mendoj që zoti Veliaj do rigjatë, pra do konvalidohet edhe kjo në gjykatën e apelit, pra ajo gjykatës shkallës parë, dhe padyshim që do shikojmë edhe do kemi në pritshmëri të tjera për sa i përket zotit Veliaj. Çfarë ka diskutuar Veliaj Xhevaj me burime, informacione, se ndoshta duket e tepërt, po aq sa dim, sepse këto janë informacione që ose zgjidhen njerëz të dalin, ose pas janë hamundësime. Unë besoj fort që këtë çështje mund ta di Veliaj vetë që ka fol. Arbër që është i vllai nëse është aty. Edhe personat që janë kontaktuar më pas nga avokati jo, se besoj avokati nuk është përgjuar, të paktën nga informacion që ka mund të jem edhe gabim. Se për avokatin, për përgjimi me avokatin dhe klientin nuk përgjohet, prandaj kjo është arsyeja. Është mbrojtur me ligj. Mbrojtur me ligj avokati me klientin, prandaj. Prandaj edhe unë e thash si element se duket sikur edhe pastaj këtu çdo gjë mund të spekulohet. Ajo, unë mendoj që nuk e di në raste të tjera, por mendoj që prokuria e posaçme dhe byroja kombëtare e hetimit në rastin e hetimit zotit Veliaj kanë ndjekur një strategji tjetër. Kam përshtypjen që me vendosjen e një mase sigurie ndaj zotit Veliaj, kam përshtypjen që në një farë mënyrë ai ka fjetur edhe që duke të qenë që në përgjithësi në Shqipëri në rastet e tjera hetimet thuajse mbarojnë aty ku vendoset masa e sigurisë. Ndoshta avokati mund të ketë të dhëna, jo, mund të ketë edhe për shkak edhe të punës tij mund të ketë dhëna të tjera, por kam përshtypjen që në përgjithësi hetimet e prokurisë shqiptare deri tani edhe provat që më pas shkojnë në gjyq thuajse janë ato që vendosen në një masë sigurie dhe që përfitohen deri në fazën e hetimit tek masa e sigurisë. Ndërsa në rastin e zotit Veliaj është ndjekur një strategji tjetër. Kam përshtypjen që zoti Veliaj dhe po them familjarët e tij e kanë ulur vigjilencën duke folur dhe duke vendosur që në një farë mënyrë të bëjnë edhe një lloj mbrojtje se çfarë do të ndodhë më tej me çështjen e tyre. Për këtë arsye prokuria ka vendosur që të ketë një përgjim ambiental apo përgjim telefonik, ne nuk mund ta them në këtë fazë pasi nuk e kemi këtë informacion, por fakti është që prokuria ka përfituar prova të reja edhe pas vendosjes së masës së sigurisë për zotin Veliaj, prova të cilat i ka paraqititur në gjykat, po them përgjime.
përgjime ambientale të cilat faktojnë sipas prokurisë në këtë fazë jemi se çfarë na thonë burimet, nuk kemi gjë dokument të shkruar në dorë, por çfarë na thonë burimet dhe çfarë kemi arritur të komunikojnë, që ata janë takuar, dy vëllezër Velia janë takuar dhe më pas kanë vendosur që të bëjnë një strategji se si do të mbrohen. Ne kemi parë që gjatë gjithsej periudhë. Si do të mbrohen apo si do të intimidojnë? Si do të mbrohen në raport publik, po them, opinion publik, në media. Dhe ne kemi qenë para këtij fakti këto 2 ose 2 javë ose 10 ditë që... Gjëve, se mbrojtja është një gjë dhe sulmi ose... Në momentin që ti vendos të intimidosh prokurorin, gjyqtarin, oficerin e byros kombëtare të hetimit, duke i nxjerrë emër mbi emër, nënën, babain, çfarë emra ka ndryshuar, ku i ka ndryshuar, çfarë pasaportash kanë, të cilës komsi janë pasaportat, këtu pastaj nuk jemi më në mbrojtje, kam përshtypjen. Këtu jemi në një fazë tjetër. Kështu që pikërisht këto prova ka paraqitur prokuria, të cilat në një farë mënyre e kanë gjetur edhe mbrojtjen e zotit Veliaj të papërgatitur. Dhe duhet shohim, por ajo që është një gjë e sigurt, Aida, është që prokuria e posaçme në këtë fazë të hetimit e kërkon zotin Veliaj me çdo kusht në burg për shkak se konsiderohet si person i cili mund të prish hetimin. Me aksesin që ai ka jashtë, me pushtetin që ai ka jashtë, për prokurinë e posaçme ai mund të prish hetimin dhe për këtë arsye ai kërkohet të mbahet në burg në një masë sigurie arrest me burg. Ndoshta ne do ta kemi puzzle-in më të qartë kur të shohim të zbardhur vendimin e gjykatës së apelit, se çfarë janë këto prova të reja prokurisë. Por kjo do të marrë pak kohë pasi vendimi i gjykatës do të zgjasë, kam përshtypjen deri në 2 javë derisa të zbardhë. Kuptova. Dhe do të lexojmë me indicie. Po, avokat. Shiko, të them diçka. Përgjimet në ambientet e paraburgimit ose në ambientet që ndodhen personat të cilët arrestohen janë normale për organin e akuzës, e cila mjafton që ato të jenë me një vendim gjykate dhe saksisht të përcaktuara vendi dhe mënyra dhe përfitimi që ata duan nga ky përgjim, dhe gjykata e lëshon urdhrin, pra e nxjerr vendimin. Kështu që zoti Velia ka diskutuar, në dienin time, ka diskutuar me vllajën e tij strategjinë, pra jepte e udhëzon po më saktë, si ai këtë takonte, kë gazetar të takonte, me kë media duhet fliste dhe si ata duhet të denigronin gjyqtarin apo prokurorin sidomos prokurorin e gjykatës prokurisë posaçme. Dhe kështu që kjo ka qenë një përfitim shumë i vlefshëm nga ana e organit procedurës, ku e ka kapur të papregatitur padyshim zotin Velia dhe përfaqësuesit e tij, avokatët e tij. Dhe kështu që kjo është një nga ato rrethana të rënduese ku zakonisht prokurorët paraqesin në gjykat si arsye që kërkojnë masën shtrënguese, siç është ajo arrestit me burg ose arrestit në shtëpi. Kështu që unë mendoj dhe në të gjitha këto, mendoj që nuk do ketë një ndryshim mase për zotin Velia, por thjesht është agravuar situata e tij, pra momenti i sotëm do jetë thjesht një, për mua në gjykimin tim, do jetë thjesht një procedurë, por gjyqtari tashmë ka krijuar bindjen e tij që dije për vendimarrjen e tij që do jetë për mua, do jetë arresti, do vazhdoj arresti me burg. Kështu që do ketë pritshmëri tjetër, sepse duhet të kuptojnë dhe për të rishikuesit se fundja për ata flasin. Do kuptojnë diçka. Arsyet që një person mbahet në arrest me burg, pra që kërkohet masa shtrënguese arrestit me burg, është rrezikshmëria që ai përbën për prishjen e provave dhe rrezikshmëria shoqërore që ky individ përbën. Dhe një nga këto kushte për kritere, zoti Velia me veprimet e tij gjithë këtë periudhë nimujore i ka provuar që është personi i cili mundet të prishi provat. Kështu që nuk besoj se edhe gjykata ka hequr atë iluzionin që mundet që ky individ ndaj këtij individi të merrë një masë tjetër, siç mund të jenë detyrim paraqitje ose garanti pasurore apo heqja e pasaportit dhe kështu me radhë. Vendimi i gjykatës shkallës parë i gjyqtarit Erion Bani ka qenë i bazuar, po them, në 3 shtylla për të caktuar masën e sigurisë arrest me burg për zotin Velia. Njëri në përmendje dhe avokati i cili mund të prish provat dhe çfarë do të ndodhte nëse gjykata e apelit, po them, vendos të caktoj masën
detyrim paraqitje për zotin Velia. Ai do të kthehet në detyrë, do të kthehet në Bashkinë e Tiranës, ku ne gjithë dim që përveç çështjes së pasurisë, zoti Veliaj është po them subjekt, po them që po kryen veprime hetimore edhe për çështjen e inceneratorit të Tiranës konkretisht, çështjen 5D, çështja e teatrit, çështja Ndrageta, kështu që jo, ajo që po them është që zoti Veliaj nëse lirohet, sigurisht që mund të prish prova të tjera, pasi prokuroria e posaçme është duke zhvilluar një sër hetimesh, një sër çështjesh hetimore ku zoti Veliaj dyshohet që ka rolin e tij. Arsyeja tjetër pse u caktua masa e sigurisë sipas gjyqtarit Bani ishte largimi nga Shqipëria, gjë e cila mund të ndodhë nëse zoti Veliaj lirohet nga qelia. Dhe treta që zoti Bani që argumentoi në vendimin e shkallës së parë ishte intimidimi që kishte të bënte me oficer të byros kombëtare të hetimit. Dhe sipas gjyqtarit Bani, ai për këtë gjë nuk ishte penduar dhe nuk ishte shfaqur pendes. Gjë të cilën zoti Veliaj e ka treguar edhe gjatë këtyre ditëve ku me statuset e tij në Facebook ka atakuar prokurorin, gjyqtarin, por edhe oficerin e BK-s me emër dhe mbiemër. Kështu që jemi përballë këtyre fakteve, nuk di të them kjo avokat, se dua ta zbes në një tjetër nivel. Veliajin nuk e ka konsultuar avokati që shikon, edhe kjo gjëja mund të ndodhi që ty mund të përgjojnë këtu. Veliaj ka patur një vetbesim si politikan shumë i fortë dhe as se ka menduar dy herë që dëgjoj se këtu edhe përgjohesh nëse ti bën këto skema, nëse këto skema ka ndodhur, se ne po flasim në mënyrë hipotetike dhe çfarë dim, çfarë diskutohet, nuk e kemi parë shkresën, apo Veliaj nuk ka një uri juridike dhe nuk e besonte që ose se dinte fare, se s'dim çfarë besojmë tani. Shiko, zoti Veliaj nuk e ka menduar që mundet ta përgjonin, pra mund t'i vendosin përgjys në ambientet e izolimit. Që ka besuar tek fuqia e tij politike. Po pa tjetër sepse pushteti isha periodike dhe ne e dini çfarë do të thotë. Kështu që të bën të fortë, të bën të bukur, të bën trime kështu me radhë. Kështu që zoti Veliaj nuk e ka menduar sepse që do arrinin deri në atë nivele. Por avokatët duhet ta kishin këshilluar sepse avokatët e tij e di shumë mirë që në dhomat në ambiente të tilla edhe prokuroria edhe të vendos përgjys. Natyrisht, sepse kjo është e lishme, mjafton të kesh një vendim gjykate. Kështu që kjo është një tregues tjetër që vërteton se zoti Velia mundet të prishi provat. Unë po ju bëj një parantezë. Keni dëgjuar ju nga dje të ke folur media të ndryshme për çështjen e përgjimeve, askush nuk ka folur. Asnjë media nuk ka folur saktësisht si ka ndodhur çështja e përgjimeve, sepse zoti Velia me anë të vllajt të tij i kishte porositur që mediat duhet të heshtin. Pra, do të kapur XY gazetar, XY media, që janë ato të cilët kanë dhe një impakt më të gjerë në publik dhe nuk ka folur. Dhe kështu që kjo është një tjetër tregues që zoti Velia ka fuqinë e tij, edhe pse është atje brenda, ka fuqinë. Imagjinoni pastaj që gjykata kur bën arshëtim, sepse tha i nderuari në studio gazetari që edhe largimi jashtë shtetit. Shiko, largimi jashtë shtetit kërkon disa kritere, nuk është domosdoshmëri, dhënia e masës sigurimit sepse ti mund t'i largohesh hetimit. Sepse çdo njeri mund t'i largohet hetimit, edhe njeri që dënohet 5 vite, edhe njeri dënohet 6 muaj. Kështu që këto duhet ta provoj që të ketë prova prokuroria që personi mund të largohet. Por kjo nuk besoj se është arsye fortë e organit të procedurës largimi nga Shqipëria. Absolutisht jo. Gjithmonë organi i procedurës ka problematikën kur kërkon masat, vetëm prishen e provave, dakord me ty. Dhe rrezikshmëri shoqërore që ai mund ta kryejë përsëri atë vepër penale. Pra, zoti Velia nëse shkon në zyrë, ai ka rrezik që mund ta përsërisë vepër penale për të cilën ai ishte në hetim. Dhe këto janë kushtet, kriteret që bazohet SPAK-u, pra prokuroria e posaçme, por çdo lloj prokurorie në tërësi që i kërkojnë gjykatës masë shtrënguese siç është ajo e arrestit me burr. Pra, duhet ta dimë që në rastet e korrupsionit në të gjithë botën, futuni, unë më është dashur që gjithë të periudhë, që nga momenti i zotit Berisha e Merat, që të kem parë të gjithë legjislacionet e vendet Bashkimit Evropian, korrupsioni, pra hetimi për korrupsion është shumë i rëndë. Është njësoj si krimi organizuar.
dhe masat e sigurimit që merren për korrupsionin janë o arrest me burg ose arrest në shtëpi. Pra, kur janë zyrtar që ushtrojnë funksionin publik, të kuptojmë se çka ka qenë ish zyrtar nuk kanë asnjë lloj rëndësie se s'ka çfarë prova të prishi, s'ka çfarë intimidoje kështu me radhë. Është shumë delikate kjo e gazetarëve, kolegëve, të cilët prej vitesh ushtrojnë punën e tyre, shërbejnë, raportojnë. Ajda, një sekund. Kolegët tuaj sot e kanë dosjen e përgjimit, e kanë para, e kanë dhe vendimin e gjykatës që është përgjuar zoti Velia. Dhe askush nuk guzon që ta nxjerrin. Askush nuk guzon sepse nuk i lën, nuk e di kush nuk i lë, se mund ta marr dot përsipër të them kush nuk i lë. Por e kanë dosjen dhe çfarë ka thënë zoti Velia në ato përgjime brenda në ambientet e komisariatit. Dhe unë paktën deri tani nuk jam informuar nga askush që të ketë dalë mediat, gazetarët të kenë folur që çfarë ka thënë zoti Velia, çfarë ka biseduar me vllajën e tij. Po, avokat, të përmendësh një gazetar është një gjë, si ato përgjimet që kemi patur, që shikoj se flasun me Xhevair Xhabinën. Dhe të kesh prova se kjo gjë ka ndodhur, është një gjë tjetër. Dhe kur thash që është delikate, avokat, e kam këtu tek liria e të shprehurit. Dhe unë, me kaq sa di, prirem edhe instinktivisht të rreshtohem dhe të besoj tek kolegët, jem në krah të kolegëve. Pra, instinktivisht po them, sepse nuk di se çfarë ka ndodhur. Dhe prandaj them që të përmendësh kolegun ose të përmendësh se po marr me që e kam Xhevair Xhabina, ai shikon se unë do flas, dhe pasi të ketë ndodhur është një tjetër gjë, të ketë prova. Dhe në këtë logjik unë do doja të dija, a janë të rrezikuar kolegët, a mund të thirren ata, a mundet të verifikohen, a dim ne se mund të ketë prova që po, ka pat një kërkesë nga Velia dhe kjo është zbatuar, ose po, Velia ose vëllai Veliajt ka paguar para dhe Xhevair Xhabina, ndjes Xhevi, i ka marr ato para. Atëherë në dosjen unë po jap një emër gazetari me qenë se ju e keni si merak. Ka dalë dhe zoti Elvi Fundo, gazetari SNA-s, e ka bërë publike dje, ka thënë që unë e kam dosjen, siç e kanë të gjithë gazetarët, por gazetarët e tjerë nuk flasin për shumë arsye të caktuara. Nuk e di kush janë arsyet që nuk flasin, por dosjen e kanë. Unë tha zoti Fundo, jam gati që të shkoj një pak madje dhe të ashtu të them që si e kam siguruar dosjen, nuk kam asnjë lloj problemi, tha. Kështu që dosjen e kanë gazetarët, por nuk flasin, nuk e di arsyet pse nuk flasin, ne të kuptojmë. Sepse është zoti Velia, janë mediat që mbështesin zoti Velia e kështu me radhë, që mos të bëhen publike. Dhe mediat merren me çështjen Jorsidado ka diplomën, jo si Jorsidado s'ka diplomën, jo e ka notën 7, po e ka notën 8. Ose merren me familjen, jo po merren me trollin e kështu me radhë. Pra, ishte një strategji kjo e ndërtuar që duhet të merreshim me Jorsidado apo me Erion Banin për denigrimin e tyre, jo më nëse kishte prova për Erion Velin apo nuk kishte prova. Dhe kjo vazhdon kjo strategji që të qëndroj akoma. Por kjo do bjeri në momentin që sot ka po vendosi vazhdimin e arrestit me burg për zotin Velia. Sepse do ketë një fund edhe kjo historia me mesre që ka shumë media dhe shumë gazetar që fundi apo i bëj kashillëk zotit Velia. Këtu nuk diskutohet ana personale zot Velia, këtu diskutohet Erion Velia publik, person publik që ka vjedhur taksat. Presupozohet që ka vjedhur, s'mund të themi ka vjedhur, s'ka vendim gjykate, por presupozohet që ka abuzuar me taksat tona. Dhe kjo është e rëndësishme që gjithë gazetarët duhet flasin. Por gjithsesi pastaj ajo mbetet në dinjitetin e çdo njeriu nëse do të flas apo nuk do të flas. Po flasim që këtu provat janë aty dhe askush nuk merret me prova, po merret me prokurorin. Kjo është historia. Mirë, avokat, nuk e di se si e ke agendën, se mund duhet të shkoj me reklama, nëse ke ndonjë klient të rëndësishëm të duhet largohesh, në të kundërt je i mirëpritur, si do të ndajmë tani? Do të qëndrosh, apo? Dhe qere kore kam kohë në dispozicionin tuaj. Dakor, shkoj me reklama. Jemi sërish me kolegun Xhabina dhe avokatin Sakrani. Avokat, do të jem me ju për të pyetur edhe për një procedur tjetër që ndodhi sot. Ajola Xhoxha, bashkëshortja Veliajt, kërkonte që të shqyrtojë çështja e llogarive bankare, pra lehtësira, gjë që nuk ka marrë kohë, do të ndodhë gjatë ditës së nesërme.
Po këtë proces, si e shohim, dhe në gjykimin tuaj, do duhet që këtë qëndrim tjetër për bashorten, a është më legjitime, a është në rrethana më letësuese në raport me Veliajn? Nga eksperienca ime që kam patur për raste të tilla, është shumë e vështirë që gjykata të heqë sekuestron kur vjen puna për sa i përket hetimit për korrupsion. Është e pamundur, është jashtë nuk e përdor fare këtë standard gjykata që pranon kërkesën e personit në hetim për të hequr sekuestron. Unë po ju jap shembull, ka bërë shumë herë, doktor Edvin Prifti, për shembull, për të hequr sekuestron, edhe asnjëherë nuk janë pranuar. Kështu që dhe shumë raste të tjera. Kështu që donja Xoxa për mua duhet ta kishte lënë kalon një farë kohe që dhe hetimet kishin marrë rrugtimin e tyre që të bënë kërkesën për të hequr sekuestron mbi llogaritë bankare. Sepse është për korrupsion dhe natyrisht është shumë e vështirë dhe pa perceptueshme, mund të themi, nga ana e gjykatës për të marrë një vendim pozitiv. Kështu që do jetë një rutinë e avokatëve, punës së avokatëve, por natyrisht edhe për gjykatën është pothuajse një vendimarrje e tashmë e ditur që nuk do të po pranohet kërkesa. Avokate, diçka tjetër. Besoj avokatët që vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës i din procedura, se si duhet të lejosh ose duhet të regjistrohesh ajo që ndodhi me avokatin që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në gjykimin tuaj e pat si një mesazh për ne, për publikun, apo realisht mund kishte diçka ndorë si vëzhgues avokati amerikan? Që ta sqarojmë edhe këtë, sepse dhe është folur shumë edhe për problem për këtë. Avokatët e huaj nuk kanë asnjë mundësi, po fare që të ushtrojnë profesionin e tyre në Shqipëri. Do të kuptojnë diçka publiku që përveç se ardhja e avokatëve të studios ligjore, që është një studio ligjore goxha e famshme në Shtetet e Bashkuara dhe në New York, është një studio ligjore e cila ka paga, pra shërbimet i ka shumë të larta. Mjafton të shikosh që vetëm për të filluar punë avokatët vitin që në moment që fillojnë punën aty marrin 250.000 euro në vit dhe ndërkohë të tjerët marrin 500 apo 600.000 euro, pra që vërtet tregon edhe një herë që kjo është një studio prestigjioze dhe paguhet shumë. Gjithsesi ka konsulencat i ka që variojnë nga 2.600 euro deri në 5.000 euro në orë. Dhe imagjinoni ju tani që ata japi konsulencë një njeriu i cili dyshohet për korrupsion. Dhe kjo është një tjetër mundësi që i jepet SPAK-ut për të hetuar kush i ka paguar këta të studio ligjore që ka dërguar avokatët e saj nga New Yorku në Shqipëri. Por jo vetëm kaq, do të kuptojmë diçka tjetër. Kjo është një punë e cila është një punë koti, sepse ata nuk e njohin ligjin shqiptar, pasi ne kemi ligjin kontinental tonin që punojmë siç është Italia, Shqipëria, kështu me radhë, pra ligjet europiane nuk kanë asnjë lloj lidhje me procedurën amerikane ose të Mbretërisë së Bashkuar. Këtë duhet ta sqarojmë. Gjithsesi, tjetra është që avokatët e huaj nuk mund ta ushtrojnë profesionin e avokatit në Shqipëri, pra nuk mund të imbrojnë dot klientët e tyre në Shqipëri, sepse ligji numër 55/2018 për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë nuk ja jep këtë mundësi. Duhet të njëstojnë diplomën e kështu me radhë, ka disa procedura që atyre t'u jepet kjo mundësi. Dhe kështu që kjo përveç se një show nuk përbën asgjë tjetër për interes për publikun. Mos harrojmë diçka që kishim zotin Beleri në paraburgim, ku erdhën avokat grek, avokat nga, mos gaboj, edhe nga Europa, pra që kishin qenë pjesë e gjykatës europiane, thjesht dhe ata bën atë show në Burgun e Fierit dhe takuan zotin Beleri, dhanë atë konferencën e shtypit, dhe u larguan. Kështu që është e kot kjo puna me avokatu huaj për të krijuar idenë që ky tani po bën namin dhe në Shqipëri po shkelet ligje kështu me radhë. Prandaj që o e njohim ne avokatët shqiptar, procedurën, mënyrën, qoftë edhe mentalitetin e organit të procedurës, sepse ne punojmë ndeshemi çdo ditë me ta, nuk e njohim dot avokatët e huaj dhe nuk e perceptojnë dot avokatët e huaj një mas korrupsioni kaq të lartë sa bëhet nga zyrtarët e zgjedhur në Shqipëri. Kështu që kjo është për sa i përket avokatëve të huaj në Shqipëri. Po kjo e 184 ka baza me këto prova që pretendon? Ta shpjegoj me që se jam në dieni për këtë çështje. Kjo ka bazë ligjore sepse ligji thotë kur dalin prova të reja,
kur dalin prova të reja për një dosje e cila presupozohet që është e mbyllur, mundet të paraqitet në prokurori dhe prokuroria nis hetimet. Zonja Kalaja ka siguruar një CD me mira faqe brenda, fashiku i brenda, e cila implikon aty përveç zotit Agron Mala, që është kryetari i bashkisë, që është dorëhequr dje me sa kam dëgjuar nga media, por edhe për zotin Merim Dreu, dhe për shumë zyrtar të tjerë, edhe prokuror që janë sot në prokurorin ushtrojnë detyrën prokurorin e Tiranës, të cilët kanë qenë në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe kanë mbyllur këtë dosje dhe u kanë dhënë mundësi shumë personale të tjerë që mos të bëhen pjesë e hetimit. Dhe kjo që ka thënë zonja Kalaja sot, i ka paraqitur Altin Dumani, është një provë për SPAK-un për të hetuar krime zgjedhore, sepse nëse nuk heton krime zgjedhore që kanë ndodhur, nuk mund ta krijosh më besimin e qytetarëve që ti do luftosh krimin zgjedhor me platforma boshe si ato që janë hedhur tashmë në treg nga ana e prokurorisë posaçme. Kështu që kjo që ka thënë zonja Kalaja sot është shumë e rëndësishme për sa i përket një procedimi të ri penal nga ana e SPAK-ut, pasi afatet nuk janë parashkruar, sepse po diskutohet këtu për vitin 2017-2018, dhe kështu që ta shikojmë tani zoti Dumani, pasi nuk kishte dieni çka kishte ndodhur me dosjen 184, kur ai u pyet përpara parlamentit apo në komisionin parlamentar nga deputetët që ndodheshin aduktat. Kështu që kjo ta shikojmë të pret të japim kohës. Faleminderit avokat, të përshëndes. Faleminderit juve, mirupafshim. Ju përshëndes. Tani, qëndrojmë se kemi edhe disa minuta në dispozicion, por organizuam kështu për shkak të punës dhe të agendës avokatit, dhe do doja qëndroja tek 184. Për çfarë është shumë e nxehtë si çështje vjen her pas here në vëmendjen tonë, dhe mos harro që sot po gatuhen përfundimisht listat. Avokati përmendi kur tha që kryetar bashkie në ndërheqjen do të jenë pjesë e këtyre listave. Nëse është zonja Kalaja, e kemi edhe pak dhe mos kuptojmë diçka më shumë? Jo, atëherë, po, çfarë e bën veçantë? Çfarë ka ndodhur? Po, në fakt është një dosje vjetër dhe unë nga eksperienca që kemi gjatë këtyre vite, kam përshtypjen që sa më shumë kohë të kaloj për një çështje të caktuar, një dosje hetimore të caktuar, aq më e vështirë bëhet ajo për tu zbardhur dhe për të shkuar tek personat përgjegjës. Kam përshtypjen që nga viti 2016 deri në vitin, po them 2020-2021, kur kjo çështje shkoi në gjykatën e Dibrës dhe u gjykua dhe u vendos atje se cilët ishin personat përgjegjës, kam përshtypjen ka kaluar shumë kohë dhe unë nuk, edhe ato prova që paraqiti zonja Kalaja, kam përshtypjen që kanë qenë në dorën e prokurorisë, të gjitha ICD, të gjitha ato përgjime dhe për prokurorinë fillimisht të krimeve të rënda atëherë dhe më pas prokurorinë e Dibrës nuk kanë qenë prova të rëndësishme për hetimin. Por kjo mbetet për të parë, pasi do t'jetë në tagrin e prokurorisë së posaçme nëse do ta mbaj këtë çështje dhe do ta riçel. Por kam përshtypjen që do t'jetë pak e vështirë, dosje shumë e vjetër për shkuar tashmë tek autorët, po them, pavarësisht se ne u njohëm të gjithë me ato përgjime, se kush ishin pjesë atyre përgjimeve, se çfarë bisedash ata kishin kryer me njëri tjetrin, duke që gjithë struktura e Partisë Socialiste duke filluar, po them, nga kryeministri, ministrat, drejtorë të rëndësishëm të saj ishin të zhvendosur në Peshkopi, pasi ato zgjedhje të pjesshme ishin shumë të rëndësishme për Partinë Socialiste, duheshin fituar me çdo kusht, dhe ashtu ndodhi, u fituan edhe me rezultat të thellë në një zonë siç është qyteti Peshkopis, që ka një lloj tradite duke votuar djathtas. Megjithatë, thash është në tagrin e prokurorisë së posaçme për të vendosur nëse do ta riçel këtë hetim dhe do të regjistrojë hetimin për korrupsion zgjedhor, pasi kjo është edhe akuza e cila është kompetence e prokurorisë së posaçme, pasi në atë kohë kujtoj që prokuroria e krimeve të rënda atëherë e regjistroi këtë hetim si një grup i strukturuar kriminal. Dhe grupi strukturuar kriminal ishte Partia Socialiste. Por megjithatë mbetet, thash, është në tagrin e prokurorit për të vendosur nëse do ta regjistrojë apo jo, por më duket pak e vështirë që pas 9 vitesh të kemi prova të reja për këtë çështje.
Unë kuptoj. Ndërkohë, Xhe, po ta kthej edhe një herë vëmendjen tek avokati huaj që erdhi dje për Veliajn. Si është komentuar, si është parë, për çfarë? Unë nuk mendoj që do të kishte një vlerë në procesin gjyqësor që po zhvillohet për zotin Veliaj. Kam përshtypjen që ideja më shumë kishte të bënte, po them, me publikun, që zoti Veliaj ka arritur të sigurojë një avokat i cili ka mbrojtur persona të rëndësishëm në Amerikë, ndërta edhe studio që ai përfaqëson, ndërta edhe presidentin amerikan Donald Trump. Megjithatë, për ta bërë pjesë e avokatëve të mbrojtjes të tij do të jetë pak e vështirë, pasi ligji shqiptar parashikon që ai duhet të ketë një licencuar, gjë që nuk ka ndodhur. E pam edhe gjatë ditës së djeshme që ai e pati të pamundur që të futej në seancën gjyqësore. Megjithatë, edhe në deklaratën e tij që bëri nga paraburgimi i Durrësit, ai vjen në formën e konsulencës për mbrojtësit e zotit Veliaj, do të ofroj të gjithë konsulencën dhe eksperiencën e tij në këtë rast, por kam përshtypjen më shumë vjen një avokat amerikan për të kompleksuar më shumë prokurorët, për të kompleksuar më shumë avokatin. Por unë kujtoj këtu që nuk është hera e parë që një person i cili ka probleme me drejtësinë shqiptare merr një avokat amerikan. Ka qenë rasti Emiliano Shullazit më përpara, por që nuk pati asnjë lloj efekti mbi çështjen e tij. Kam përshtypjen që këtë fazë drejtësia shqiptare, prokurorët dhe gjyqtarët shqiptare e kanë kaluar dhe nuk është se kompleksohen se ka ardhur një avokat amerikan dhe po bën një mbrojtje e cila vjen nga përtej Atlantikut. U duk sikur çështja e Alqi Bllakos, Lefter Kokës nuk ka patur vëmendjen, po dje ka qenë një ditë e rëndësishme, sepse dim që kemi pra inceneratorin e Tiranës, dënohet ish deputeti. Çfarë ndodhi dhe çfarë do të thotë kjo, sepse nuk besoj nuk është vetëm çështja e inceneratorit të Tiranës, a? Po kam përshtypjen gjatë ditës djeshme ka pasur disa zhvillime të rëndësishme. Një ndër to ishte edhe çështja e zotit Bllako, i cili u dënua për korrupsion në rastin e inceneratorit të Tiranës me 2 vite e 8 muaj heqje lirie. Ai akuzohet për korrupsion pasi dyshohet që kompania Integrated, e cila menaxhonte po them koncesionin e inceneratorit të Tiranës, kishte paguar firmën e babait të Alqi Bllakos duke i mundsuar blerjen e një makinerie që i duhej për fabrikën e birrës në vlerën e 120.000 euro, dhe kjo për prokurorinë e posaçme është një formë korrupsioni që zoti Bllako e ka marrë nga inceneratori i Tiranës. Po sa ka bërë tani burg dhe çfarë ndon? Si do të llogaritet këto? Po zoti Bllako është i dënuar edhe për inceneratorin e Elbasanit, për të Fierit, por ka një detaj shumë interesant, pasi gjykata e posaçme e apelit e ka rikthyer për rigjykim shkallë parë çështjen e inceneratorit të Fierit. Dhe kjo mbetet për tu parë se cilat kanë qenë argumentat që gjykata e apelit e ka dërguar sërish në shkallë parë. Në çfarë informacion kam, vendimi nuk është zbardhur akoma, pasi bëhet fjalë për një vendim që mund shkojë deri në 800 dhe 1000 faqe për shkak të zhvillimeve që janë aty, personave të cilët janë përfshirë, dhe do të jetë një vendim shumë interesant për t'u lexuar dhe për të parë se cilat kanë qenë arsyet, pasi tani unë nuk kam informacion se çfarë ka ndodhur, por mund të jetë arsye që mund të ketë kërkuar rigjykimin dhe ndryshimin e akuzave për disa persona të cilët janë në hetim nga prokuroria e posaçme. Prandaj them që zoti Bllako akoma nuk i ka mbyllur llogarit me drejtësinë, pavarësisht se më kujtohet një moment kur për shkak të gjendjes së tij familjare, babai i 3 fëmijëve, me disa dokumenta që vërtetonin edhe disa probleme të cilat i kishte në familje, i dha një lloj lehtësie, e lanë nxorën për 2 javë dhe rikthyen prapë në burg. Po është procedurë normale të cilën drejtësia shqiptare aplikon, por jo vetëm. Kështu që ajo i ndryshoi masa e sigurisë, por një gjykatë tjetër është e bindur që duhet rikthehet në burg për ato gjëra që ne diskutuam për zotin Veliaj, për prishje provash, largim nga Bllako s'është as deputet as arrest për burg, arrest për shtëpi, megjithatë është standardi që realisht zgjedh të mbaj drejtësia. Por ajo që
ka ngelur jashtë vëmendjes së medias ditës së djeshme. Çfarë ndodhi se djeshte rasti? Ka qenë edhe gjyqi i Nureddin Dumanit, por askush nuk e di se çfarë është diskutuar, pasi gjatë kohës së shqendrimit në gjykatën e posaçme gjatë ditës së djeshme, ti dëgjoje njerëz të cilët bërtisnin atë seancë, por duke qenë që ditën e djeshme ishte procesi ndaj zotit Veliaj, kam përshtypjen gjithë vëmendjen e medias e mori zoti Veliaj dhe do të jetë interesante se çfarë është diskutuar në atë proces gjyqësor ditën e djeshme, por kjo mbetet për tu parë dhe për të pasur komunikime me avokat apo prokuror të cilët kanë qenë në seancë. Kush çështja Dumani? Pra Nureddin Dumani. E Nureddinit. Se kur themi Dumani. M'fal, Nureddin Dumani. Dhe jo, e di pse thash se unë kam komentuar edhe diskutuar me detaje me kolegët. Dhe ajo është një dosje dhe një çështje me ballafaqime të forta, do të ha hallën, do më hash hallën, kemi dëgjuar edhe të tilla, pastaj kur kemi hyrë me detaje dhe kemi zbërthyer, aty dalin individ që ndoshta publikisht nuk flitet shumë, por që kanë një të shkuar dhe lidhen të gjitha ngjarjet, ka një puzzle, ka një lloj historiku, diku të çonte tek vendosja e Tritorit, diku të çonte në Tërnov, diku në Kamës, domethënë ka qenë dhe nëse nuk do kishte zhvillime politike, që unë të garantoj që ajo të ishte kryefjala. Ditën, po mendoj njësoj, por duke qenë që jemi në këtë fazë tani ku hetimi ndaj zotit Veliaj gjatë këtyre ditëve ka qenë kryefjalë, kam përshtypjen që shumë ngjarje të tjera edhe po anashkalohen nga media në pamundësi për t'i mbuluar të gjitha. Mirë, do të shohim se çfarë do të ndodhë gjatë ditës sotme, do të jetë me interes, ora 12:30, po ti the 2 javë ne, po do marrim vesh nga avokatët, jo, një fjali të fundit ndoshta për çështjen e Veliajt, kam përshtypjen që zoti Veliaj në këtë çështje tashmë po i ve këtë fjalën all-in, është duke luajtur all-in për shkak se nuk ka më çfarë të S'ka reaguar sot, edhe gjatë ditës djeshme në seancë nuk është se ka folur shumë siç foli në po, se kjo ishte një pyetje që ja bëra edhe Arsen Rusta se doja të di. Në seancën e para 2 javë, por kjo seanca e djeshme ka treguar që Aida që Spaku nuk i ka treguar gjithë kartat e tij në këtë çështje dhe fakti që dje ka paraqitur prova të reja tregon që hetimi i prokurisë së posaçme ka prova më shumë se sa ajo që na është ofruar në vendimin për caktimin e masës së sigurisë për zotin Veliaj. Kështu që të gjithë tani unë po kontrolloj dhe reagimi i fundit është para 2 ditëve, siç the ti, që nuk ka patur, se zakonisht kur unë jam transmetim drejt për drejt edhe ndodh në një gjë, kështu që po shikoj që nuk ka patur reagim dje, nuk ka një reagim gjatë ditës së sotme. Ora, mund të ndodhë që të mos ketë më telefon pas kësaj sotmës? Po sigurisht që unë nuk e di nëse ka telefon, por sigurisht që atyre... Po se kush i bën këto reagimet? Po sigurisht që atyre i krijohet mundësia për të komunikuar, pasi edhe i paraburgosur i ka drejt që të komunikojë. Ne kemi parë që edhe zoti Meta e bën një gjë të tillë, zoti Veliaj sigurisht që bën, por edhe të paraburgosur tjerë kanë pasur mundësinë e reagimit Meta funksionon me letra. Nga qelia. Po jo, kam përshtypjen që mund të mundësohet edhe me një telefon të posaçëm në momentet e caktuara, po, kur ti flet edhe personi tjetër regjistron çfarë ti flet. E qartë. Mirë, se ishte akuzuar publikisht se si ka mundësi që ka këto akseset e tjera. Prandaj e bëra këtë pyetje, por nuk e di se çfarë ndodh realisht, se sa i mban telefon ose si trajtohet Veliaj. Faleminderit Xhevet. Faleminderit Aida.